që mu krijon efektin interpretim. Por logjika ishte deri diku korrekte, pra unë po pezulloj efektin, për sa kohë me datë 31 tetor do ta shqyrtoj Apadin Evelia në themel. Në kohë për zonjën Llagami, tha, unë nuk po e pezulloj vendimin. Që do thot i la ko presidentit të thot hajde bëj betimin. Presidenti s'po e bën. Presidenti nuk e bën. Mimi, një sekond, se duhet marrim shkakun dhe pasojën. Po normal. Pra duhet ta marrim kush po e sjell të situatë. Nuk po e pezulloj, por do ta shqyrtoj, pra do të thënë, ke të njëjtën gjykatë në thojza kushtetuese, e cila për të njëjtën gjë vepron në dy standarde. Tani, unë këtu nuk jam duke mbrojtur presidentin e Republikës. Indirekt po justifikon. Jo, nuk po justifikoj, kjo është komenti jot. Unë po them gjë tjetër. Nëse do të merremi nëse do ta bëjmë Barambegajn si ato tabel çitje. Si ato kukullat meksikane që hajde gjym gjithë. Jo mos ka gjë në dorë ai se mos problemi është këtu ke një gjykatë kushtetuese e cila për një çështje në parin operon në dy mënyra ndryshme. Dhe tani themi ka që thash fillim. Ky është çedimi që ka reforma. Po pra. Reforma nuk që donë për shkak një individi. Pikërisht, donë për shkak të zbatimit. Gjithë ata që janë aktor brenda kërkojnë të kenë një copë caktuar ta mbrojnë. Me thonjë. Atëherë, kurse unë do bëj vetëm një koment të vogël politik. Zoti, jo, Ergys, reforma është e burë, Ergys, puna është për kryeministri reformë. Unë do bëj vetëm një koment, Ergys, unë do bëj vetëm një reformë, unë dua të reformoj një sistem me këta njerëz që janë, nuk unë do bëj vetëm një koment. Unë do bëj ku i kanë tavolinë të dy, ai pe të dy. Unë do bëj vetëm një çfarë reformë është kjo? Unë do bëj vetëm një koment politik. Njoh zotin Asim Vokshi për arsye profesionit që kam pasur deri dikur. Është një gjyqtar elitar, dinjitoz, shumë i paanshëm, shumë i përgatitur profesionalisht. Si do të për mua, thua ti kështu? Tani unë, derisa ai ka arritur aty vetë dhe ka arritur, dhe ka arritur pa suporte politike, të njëjtën gjë, më fal se ndoshta më penalizon kjo të qenit kaq e drejt për drejt dhe e vërtet, po do të jem rehat me veten time, nuk do e thoja për zonjën Llagami që e vetmi imazhi i saj është pak puc, këmbë të ngritura me zonjën Bushka që është marrë pandero nga Spaku edhe me Klarin e Veliat, prandaj po të them dhe njerë që unë mendoj që çfarë po ndodh me zonjë, një sekond, çfarë po ndodh me këtë zonjën Llagami dhe me gjykatën kushtetuese, është pikërisht politika të fusduar në gjykatën kushtetuese dhe të ketë influencën dhe votat e saj. Unë e njoh pasionin e Brisit për qenë ekstremisht subjektive, po ti merresh me njerëzit dhe më thua mua merru me temën. Pra ti i futesh poshtë fustanit Llagamit, edhe vjen më thua mua pse merresh me mua. Unë s'po të futem gjekundi, unë argument po të përgjigjem. Po jo pra tani, unë të trajtoj me respekt dhe kërkoj të njëjtën gjë. Respekt dhe fut thunka. Ose frit me po jo, ishte shumë i vogël. Nuk më komplekson fare poshtë fustanit dhe poshtë pantallonave. Ti je kompleksuar me zemra ime, që kur thua nuk më komplekson 10 herë rresht. Jo më fare, do merresh me mua apo me temën? Me parimin do. Po merrem me parimin, vazhdo. Ti merresh me njerëzit. Parim s'kenje. Pra në momentin që merresh me njerëzit, ti ke një problem me parimin dhe për mua je emocionale. Siç ke ti probleme me klasin që ndron gjithmonë. Haj lugën e çorbës, mbaj lugën e çorbës të bëft mirë. Bravo. Bravo Brisi. Bravo Brisi. Jo, më pëlqen. Për të hequr nga këto se unë nuk parë. Jo, është brenda subjektivizmit dhe brenda emocionit. Ta mbaroj tani pas. Ta mbaroj. Nuk patjetër. Brisit i falen të gjitha. Aq më tepër kur është emocionale. Nuk po thoja këtë. Thelbi asun po e shmanga pra. Pra, kur vjen puna te reforma drejtësi, ka një anë tragjike dhe një anë komike. Ana tragjike është kur ai Sadushi, që është strumbullari i reformës me këta tjerët, që është sjell një lloj si Gjingjoni ndoshta dje, kur i lë një sekretari atje që të quaj vlefshme apo jo një vot, dhe i çon gjykatës administrative shkres që i thot nuk është juridiksioni yt që të merresh me çështjen Llagami. Pal gjykim o burr tash. Patjetër po nuk mund të bëj deklarata dhe presione se këtu flasim mos bëj presion, edhe këtij ti tolerohet. Tani pjesa tragjike është kjo miku im, që arkitekti del dhe thot, është tragjike kjo, që kjo ngrehina që kemi ngritur nuk qëndron. Dhe komedia pastaj është kur dy njerëzit që kanë qenë gjithë kohën me levë për ta shëmbur sistemin e ri me doktorin atje, që du t'ishin në hetim, thot Sadushi, më nuk them unë. Sadushi me që thot dhe me që bën o Ergys, më tregon që është bërë pishman, i ka rënë pishmanit për atë që ka bërë dhe po të rikthej do e bën të ndryshe.
Dhe komedia është ajo që dha dhe Sokoli tani. Shkoni që këtu, se këtu puna të më tënë, i shkon puna, se fare, shkon puna të Presidenti e Republikës, dhe Presidenti e Republikës duhet mbaj dhe ekuilibra politik, duhet mbaj dhe, duhet mbroj dhe reformën, duhet rruj dhe vetën. Kupton tani kjo është çmenduri e madhe, po deri sigurisht Baran Beka e ka Baran Beka bëri reformën, Baran Beka bëri flepat, Baran Beka bëri gërdecin, Baran Beka bëri incinerator, po kjo çmenduri dhe nuk i futemi dhe për kuptuar një gjë se tha Ergysi, ka një gjë që nuk funksionon reforma dhe si shif gjykatën kushtetuese. Ergysi tha një moment tha që reforma është okej. Më fal, po t'ishte okej, se fajin e kemi neore, se ne e kemi mbështetur, unë modestisht, ju më shumë se unë, e kemi mbështetur dhe është faj ynë që e kemi bërë ndoshta. Po për mirë e pak. Faj jo, se reformën të vazhdojnë ta mbështesin. Po s'besoj se ka pasur mbështetja jote. Po si që ka pesh, ajo jotja tani. Po e kam fjallën që në thelp, ajo që ka ndodhur është për sa kohë, ajo ambasadorja SBA-ve, shkonte te KLP-ja për të qëndruar aty që zgjidhë Dumani. Shumë mirë ka bërë. Që këtu, mos më thuaj që reforma ka funksionuar. Eksakt pra, po reforma gjyqësori vetë, qeveria gjyqësorit nuk ka arritur që ti thot ambasadorës nuk është nevoja të vish këtu t'i zonjë, sepse këtu funksionon gjëja korrekt. Ata të kanë dhënë parator? Ata të dhënë parator, prap Sokol pa tjetër, po prap u deshë ata të shkojnë aty që sistemi të funksionoj. E kupto? Çështja është që kemi ne variant më të mirë ne, se unë e di që çdo variant që të kishim, edhe po shkojnë në Amerikë, unë po ti hyj ti shoh vledha aty, do them që kjo s'ka këtë. Mjafton thotë çfarë thot Trumpi për drejtsinë amerikane, do themi që është blozë standard. Problemi është që fakti që s'kemi variant më të mirë, nuk do të thonë që mos kërkojmë një variant. Jo, ne mund të kërkojmë variant më të mirë, por ne nuk mundemi ta akuzojmë reformën dhe të bashkojmë zërin me ata që akuzojnë reformën për arsye se duan atë drejtsinë e vjetër që i mbronte këta janë pa atë drejtsinë e vjetër ta thash në fillim, domethënë unë ta thash, unë nuk do ule nga pikpamja. Po shumica atyre që janë atje, ata e kritikojnë se ata duan atë sistemin ku shini sallat gjithë. Se dua të ndaj debatin, nuk kam asnjë gjë personale se një njoh dhe personalisht. Unë dua të ndaj deputetët Gjoni dhe Ndoj, nga ish gjykatësi dhe ish prokurori Ndoj. Se janë dy gjëra ndryshme, se në fund para ta janë zgjedhur nga populli dhe ne respektojmë temi votën e sovranit. Por nga pikpamja politike, ti që ke bërë reformë. Nëse është babai i reformës, e kemi mbështet që në 2014 zonë. Unë nuk mund të rija ulur me ata në tavolinë. Do të thoya më fal, dhe unë e pranoj. Kritikën e parë kam ndaj vetes time, sepse produkti i reformës drejtësi është ky që unë kam ul përballë, unë po iki. Mund të jetë dhe kjo që a mund të imponohen ata PD-s që nona sjellin ata. Problemi është PD nuk duhet sjell. PD duhet sjell. Se PD nuk është se s'ka jurist, domethënë nuk e di pse sjell. Më fal, ateti vetë që PD-ja votoi me zorr një reformë që nuk e deshi. PD-ja është deri në PD, të dy palët mendojnë. Jo, të dy me zorr kanë votuar. Njëra palë mori iniciativën o burr. E mori sepse me orientim nga lartë me propozim nga poshtë, domethënë ja kushtëzuan amerikanët. Ai është projekt amerikan, nuk është projekt jone. Jam dakord me ty, vetëm ka një gjë, amerikanët këtë e kanë propozuar që në vitin 2007. Dhe ajo reformë nuk u bë. Pra ka meritë kjo pala që e pranon dhe thotë po do ta bëjmë? Po mirë, po tjetë shumë kamerit dhe PD-ja që e votojmë, se nuk është, se gjithmonë presion... A e votoj me zora, apo e votoj me shef? Mesazhi i famshëm i Donald Trump. Ka votuar, po jarë, që unë mendoj kështu, Koli, që ata e ka votuar. Njëra palë nuk e votoj me zora, njëra palë e votoj me vullnet plot. E duke ditur që ndoshta do të bindemi kurris. Ka dy gjëra, mendoj. Në këtë mes, Rama... Se mos as postojmë debatin tani. Pra, të dy edhe Rama dhe Berisha nuk e kanë dashur në formën drejtësi, po unë mendoj që Rama është treguar më i zgjuar, ka menduar që në pamundësi për ta ndryshuar këtë, atëherë unë mund të bëj mua që e bëj. Dhe duke e bërë unë, mund edhe ta kap dhe mund edhe paktën të mbaj mirë me amerikanët që të eliminoj palën tjetër. Dhe në fund fare, është arsye minimalist. Të dy bashkë kanë sabotuar. Duke e parë në po e pej çik më gjër, sot që po flasim, pasojat e reformës drejtësi janë Treçe Regu, ish ministrave, deputetëve, kryetarëve bashkisë. Ndërkohë, ish prokuror dhe ish gjykatësit i ke sot politik. Unë ndesh në media nga ditë, sidomos nga opozita, po edhe nga të tjerë, sa duash, të cilën nga ditë nxjerrin kritika, akuza ndaj reformës drejtësi, ndaj Spakut sidomos, sepse sa më e shëndetshme ti pjesa aq më shumë sulmohet. Dhe në fakt... Dhe po që përën, gjykatësi po ankohen, po ankohet Spaku. Po pra, ndoshta një pjesë e këtyre mund të tjenë drejta. Po tjetër, mëse s'mund të... Tashi në këtë vënd jetojmë gjithë dhe tani... Nuk pretendojmë perfeksionin, pa tjetër. Çështja që ndronë, a është më mirë kjo që kemi ajo që ishte? Kjo kështu bën krahasimet, mendoj.
dhe nuk ka rrugë tjetër për ta shëndoshur atë që, se s'kemi rrugë tjetër. Atëherë